Në rast për ja tregoj që ka ndodhur e çuditshme, do thot ndikimin e shoqërisë në çfarë shoqërie është rrit. Në këtë Ramazan ka ndodhur një çfarë gjëne, do thot që para 27 vite njerëzit i kanë kthyer prapa. Do thot është kthi. Do thot rastësisht këtu në xhami kemi mbledh, do thot sadaka për xhami, në shkon njëri prej fëmijëve, ka nxjerr dikush ja ka dhënë 1000 denar, nuk e di. Edhe i ka shti në atë korpën e sadakajës. Fëmi, nuk dhja me vlerësu sa pare. Edhe i ka shti në atë korpën, dikush i ka thonë jo se shumë aton këton, ka thonë jo zban, parja nuk mba të në gjenë. Bukur. Pas asaj, do thot dikush e ka ngacmu, i ka thonë, a këton, bete pa pare. Por në qatë periud, dikush tjetër ka shku, ja ka dhonë 20 euro. Thot jo, kam fitu edhe ma shumë. Ka dhonë 1000, ka marrë 1200. Dhe dikush tjetër e ka dhënë, edhe pastaj ka më hulumtu, do thotë që dikush që e ka dhënë ka thonë mos trego kërkujt to, fçehi. Po tregon se pastaj do thotë ai fëmia e ka marrë i ka pështjell me 10 denarat 20 eurshin, mrenda e ka fçe, mos pe pa. Tjerë që i ka thonë dikush mos e kallzon. Kresoria. Ma çuditshme është se prindi i këtij fëmis, kur u kon moshën e këtij fëmijës, është kënë çuditshme se ka jetuar në kohën e ku thënë komunizmit ambienti. Në moshën e ti, e çuditshme, se kanë konë të bo darsëm, dikush a kisi fëmi ka prezentu në atë darsëm. Dhe thotë, dhe ka pas një pare, aso i pare vakti, të hekrit të madhe. Dikush ja ka dhuru ati fëmijës, kërë konë, këti prindit të fëmijës. Edhe ka pas fshjelt me mindila, me një arne. Edhe daullat kër kanë hije me knue, dhe thotë me i ratë daullit, edhe i ka pa krejt ato të nxerr parët, dhe ato me qetelie të kënu, të ju dhonë pare këti daullgjis. Dhe thotë, si e kanë pasi zakon që se në kanë dhënë ka një parë, ki fëmija kër i ka pa krejt këto, ati që japën pare dhe ki e ka dzirë këtë parën e madhe që i ka pas atë e krejt dhe ja ka dhuru. Pse se pishe krejt për japin. E shtash shumë e çuditshme. Fëmija i cili ka jetu në ambientin në mesit xhamis me vëllezërit dhe ishe si cilin vëlla, si pas mundësive të vetë nxerr prej xhepit të vetë dhe jep për Allahun subhanahu wa taala. A baba i tij i ka dhënë për çka? Për daullat. Do të ambienti se e ka pa atë në kohën e ty para 27 viteve ka pa, do të njerëzit u dhon parën e ty me hidhru Allahun për shejtan, a kupton? E kurse në mesin të cilët do të ambienti apo shoqëria e cila përzihet ndikon shumë vëllezër. Do thotë është e çuditshme, do thotë për këtë arsye do të dimë se me katë rrim dhe katë shoqërohemi.